edhe një barazim në 2 javët e para të kampionatit. Me Lorenz Trashin kapiten dhe ngjyrat kuqezi, flamurtari rikthehet në kryeqytet për të luajtur në elitën e futbollit shqiptar, ndërkohë që Tirana me Solere, me shëritin e kapitenit sot në këtë përballje në stadiumin Selman Stermasi dhe ka nisur festa atyre që mrekullojnë gjithmonë skuadrën Bardhe Blu, tifozëria në mbështetje si gjithmonë në këndin e tyre për të mbështetur skuadrën në kryeqytetase. Shohim gjyqtarët e kësaj sfide, por plani i parë për ata të cilët nisën këndën e tyre dhe besoj do t'jetë fundi ndeshjes ai që do t'i ndalë, shpesh jemi mësuar me koret e tyre. Trashi dhe Soler së bashku me Dyrmishin kryesorin e kësaj sfide. Emikres Ganci dhe Julian Roshi janë ndihmësit e tij, ndërkohë që Rion Bilikbashi është gjyqtari 4 me dyshen Emanuela Rusa në VAR dhe Eugene Xhaja në AVAR. 2 ndërkombëtar sot për të vendosur, ndoshta atëherë kur do duhet, mbase nuk do duhen për të lëruar në asnjë moment. Gjithsesi janë ata të cilët do t'i vinë ndihmë gjithmonë nëse Silvio Dyrmishi do të ketë nevojë. Do të jemi dhe me formacionet e dyja skuadrave në këto momente, si tek Tirana ashtu edhe tek skuadra e flamurtarit. Tekniku Roberto Bordin në këtë sfidë sotme luan me portierin Tafa në port, Valeriano Leshi, Marku Vera në mbrojtje, Rafael Vogli, Soler, Pacasia, Mensa dhe Tabeku, Kozi, Bastari, Fernandez, Abba, Karabeci, Haxhiu, Tare, Mihana, Doka dhe Tola të gatshëm për italianin 60 vjeçari Roberto Bordin. Gjykon sot drejton sot në futbollin shqiptar takimin numër 19 pas 18 sfidës në skuadrën e Elbasanit. Me shpejtësi dhe formacionin flamurtarit, Alskovski në port, më pas Odorovski, Dimitris, Vega, Trashi, Rodriguez, Nunez, Ramirez, Sami dhe Maksuti Oshafi në sulm. Pritet sinjalizimi i Silvio Dyrmishit, por me sa duket ka një problem në rrjetën e portës në të majtë ekranit. Ky është tekniku Carlos Garcia, ai që drejton në skuadrën e flamurtarit Vlorës. Kujtojmë ka nisur për skuadrën vlonjate me humbjen 1-0 në Elbasan, një autogol të Rodriguez dhe më pas barazimi 3-3 në Adush Muça të Ballçi, aty ku flamurtari se skuadrës pritet për shkak se stadiumi flamurtari endre është në rregullimin e sipër. Janë bërë disa ndërhyrje në stadiumin e Vlorës, në stadiumin flamurtari dhe ende nuk është gati për të pritur një takim. Ndoshta javën e ardhshme mund të jetë gati për të pritur sfidat e kampionatit. Ka një problem me sa duket në pjesën e rrjetës, kërkohet ndihma e punonjësve të stadiumit Selman Stermasi për të riparuar atë problem dhe nuk do të ketë vonesa, do të jetë gjithçka gati me njëherë për nisjen e kësaj sfide, e këtij dueli mes të dy skuadrave në Selman Stermasi. Kemi 63 sfida, 32 fitore për skuadrën e Tiranës, 20 për skuadrën e flamurtarit, 11 barazime për këto pas 1998. Pritet sinjalizimi, vjen në këto momente, i jep start se përballje Silvio Dyrmishi, me njëherë Enmi Marku provon të top përpara, nuk arrin Mensa, ndërhyn vlonjatët Maksuti, Soler, ka në rryrë Nunez, provon Mantë Vogli Tirana, e ka topin kontrol Vogli, ndërhyn Lorenz Trashi, rivënë me duar, me njëherë provojnë të faqen përpara Bardhe Blu, të cilët luajnë me emergjencë në prapavi me dy lojtarë mesëshorë, siç janë Leshi dhe Marku. Gjithsesi Leshi më i adaptuar me rolin e një qendërmbrojtësi, pasi luajti edhe tek skuadra e Laçit në sezonin e kaluar. Vera me këtë top gjatë përpara, provon Soler, nuk arrin kapiteni dhe topi shkon në zhvillë kufizuese, rivendje fundore i takon Igor Alskovski, portieri të skuadrës vlonjate. Shkurtimisht pasimi i tij është Vega, Erik Vega.
Dimitris Hantakias. Vjen aty Nunez për të marrë topin. Von ai të organizoj manovën me vënjatëve. Rodriguez. Jose Rodriguez. Trashi. Në një topin ka një majtë, nisen në lojtarët e flamurtarit Sami me këtë top në qendër të zonës. Del dhe kontrollon Tafas. Pa problem portieri i skuadrës së Tiranës. Top i gjatë i Tafas me njerë kërkuat Alfred Mensah, shojnë me Dimitris ku duel Mensah, Dimitris Mensah, dhe falli është në sulmuesit të Tiranës. Është një nga manovrat që Tirana e provoi edhe në drejtimin e teknikut Vangel Mile, top i gjatë drejt sulmuesit qendror. Kujtojmë në sfidën përballë Vorës. Tirana arriti dhe 3 sekonde, por pa shënuar në një mënyrë të tillë, ndoshta shfrytëzohet shpejtësia e sulmuesve për të vënë vështirësi prapa vijën qendrorët e skuadrës së flamurtarit. Dimitris Vega. Avon të shvendos të lojën ka një djatë aty është Ramirez. Dhe hynë mjaft mirë Tabeku. Edhe ai në tim të mbrojtjes Tabeku. Todorovski në riverin e duar. Mbasin topin për një qast vënjat dhe Pacacia, Mensah e merr mirë Mensah. Kod faull që s'ka rregull atë ndërhyrje të Dimitris, edhe një tjetër, Todorovski. Avancon vetë Todorovski, provon këtë top drejt zonës, mbyll Marku. Pacacia, nuk vjen kontrollin e topit. Nunez e dërgon tek Lorenz Trashi. E kanë kontroll kapiteni, Trashi. Rodriguez. Vjen Maksudi për të marrë topin, dy lojtarë me njëre mbyllin. Të falli të kon skuadrës së Tiranës. Katërta minutë duhet në Selman Stermasi, 0-0 shifrat, java e treta Biznes Superiore, ekskluzivisht kampionati shqiptar me A Biznes Superiore, kategorinë e parë, kupën e Shqipërisë dhe Superkupën në një tjetër vit, pas atit kaluar me sukses 2024-2025 sezoni, ku erdhi gjithçka drejt për drejt për të gjithë shqiptarët, pa pagesë, gjithçka rreth kampionatit shqiptar, futbollit shqiptar në tërësi. Vera në riverin me duar, topi gjatë përpara, kërkohet Mensah, ndërhyn me kokë për një çast. Sami dhe Pacacia, del fitues për një çast Gjergjani dhe fiton të drejtën e riverit me duar skuadra e Tiranës. Do të jetë sërish Vera, ai që do të kryejë riverin me duar. Lëviz Tabeku, e sheh mjaft mirë Vera, Tabeku, provon të jetë kontrolle, bën një gjë të tillë Tabeku. Mjaft mirë Pacacias, nuk arrin të kalojë. Dhe të shojmë, kemi goditje nga këndi, gabojnë të lojtarët e flamurtarit, u mendua se ishte një rivënie fundore, por jo, thot asistenti. Goditja e parë nga këndi për skuadrën kryeqytetase, që provon të shfaqet në anët e portierit Maqedonas Igor Altskovski. Pacacia. Vjen kërësimi në shtyllën e parë, topi në minuta e 6, Bardhë Blut kalon në avantazh. Çfarë naiviteti i mbrojtjes së flamurtarit. Ai top që parakalon të gjithë pasqyrën e portës në shtyllën e dytë, Tabeku i pambuluar me kokë godet në rrjetë dërgon. 1-0 shifrat, shumë shpejt Bardhë Blut gjej rrugën e rrjetës në të parën dalje të kësaj sfide. Arrin të shënojë skuadra e Tiranës, plani parë për Refik Alilin dhe Sinan Idrizin, të dy duken qetë, të dy presidentët, por ai që gëzon në këtë moment është ai Tiranës. Shohim edhe një tjetër. Tabeku në shtyllën e dytë i pambuluar.
por 3 lojtarë të flamurtarit, asnjëri prej tyre nuk e ka larguar topin. Nga qendra edhe një herë tjetër, por këtë herë do ta shkelmojnë lojtarët kuqezinj. 1-0 në kryeqytet. Tirana kalon në avantazh përballë skuadrës së flamurtarit. Çojmë reagimin e vlonjatëve në këmbë Roberto Bordin. Vogli, Rodriguez i shkakton faull, goditje e lirë. I kërkon Roberto Bordin të qetësohen të tij. Nuk duhet kalojnë në eufori, të paktën sa të gjejnë edhe një tjetër atë ritëm që e nisi skuadra kryeqytetase. Marku, ndërkohë që vlonjatët ende nuk po shfaqen. Leshi mbrapa tek Tafas, provon të bëj presingun. Oshafi, por Tafas e dërgon me njëherë tek autori i golit, Tabeku. Ka faull ndaj Teodorovski ndërrin në mënyrë të gabuar, goditje e lirë për skuadrën e Tiranës. Valeriano kërkon një herë Mensane, ndal sërish lojën, kryesori Silvio Dyrmishi. Do të ekzekutohet edhe një herë goditje e lirë, me sa duket Tabeku ka probleme, jo ngrihet në këmbë dhe do të bëjë lojën, nuk kërkon asnjë në statin mjekësor, autori i golit për skuadrën e Tiranës. Tafas, edhe një për Tabeku, e gjen saktë, më pas kapitenin Soler. Nunjes e ndje, kalon mjaft mirë. Soler, gjithje Soler i drejtohet zonës, Soler, topi, Pacacia, një devijim dhe kemi këndoren e radhës për Tiranën. Sërish rrezikshëm Bardhe Blut, edhe një herë tjetër në zonën e flamurtarit, ka panik, por topi është larguar dhe kemi goditjen e dytë nga këndi, në të parën gjetën golin. Bardhe Blut. Shkon Rafael, ai që do të arkoj nga këndi me dy duar të larë, ndoshta për t'i treguar pjesës tjetër të skuadrës se çfarë do të interpretojnë në atë moment. Niset, me sa duket ka nga gjyqtari Dyrmishi. Ka një këshillim në zonë nga gjyqtari Dyrmishi. Dhe do t'jemi në goditjen e dytë nga këndi për skuadrën e Tiranës, do t'jetë Rafael, të shohim, do të sulmohet sërish shtylla e parë, ashtu si që bën në goditjen e parë nga këndi. Me sa duket kemi një skem, Pacacia, sërish Rafael, vjen Hakimi, është në shtyllën e parë, këtë herë largohet nga lojtarët e flamurtar, Valerianos, Tabeku edhe një herë tjetër. Provon të mbaj Bardhe Blut përpara, ja del në kontroll dhe kanë topin. Vera e dërgon mbrapa tek Tafas në zonë të sigurt, me një herë përpara portieri. Pacacia provon të bëj presingun, lëvizja është mjaft e mire e Teodorovski, mbrojtësi krahut djathtë. Dimitris, Vega, Jose Rodriguez, edhe një tjetër Dimitris. Provojnë tashmë të qarkullojnë topin. Shojmë dhe Tiranë me një 4-4-2, ku Pacacia e Mensa janë dy sulmues me Tabekun që bërë rolin një mesufshorit majt në fazën mbrojtëse, kthehet shumë për ndihmuar Valerianosin. Kemi goditja e këndi për flamurtarin, është e para për vënjatët, të shohim se çfarë do të sjellë goditja e parë nga këndi për skuadrën kuqesi. Kujtojmë, ka shënuar 3 gola, ka pësuar 4 skuadra e flamurtarit përpara kësaj sfide. Ishte goli i 5 që pëson flamurtari. Vjen krasimi është i larë në shtyllën e dytë. Kjo goditje! Sa pranë i shkon golit! Dimitris nga prapa via erdhi me goditi, por portën nuk e gjeti. Dimitris Hantakias. Shojmë edhe njërë tjetër. Në dueli me Soler, doli fitues. Sa pranë shtyllës ka shkuar ai top. Jep shkëndijën e parë edhe flamurtari, por me një goditje të standarte. Tu Dimitris fiton dueli me Mensa. Nunez, gabon Vogli. E dërgon tek Vera. Fiton rivënë me duar Vera, i fundit që prek topin është numri 11
Burat Sami Belgu. Do t'jetë Vera në këtë rivendim me duar. Shojnë këtu Soler, del portieri Igor. Shojnë të dalje, Tafas kontrollon me njerë. Në kohë provon nisë me shpejtësi Rafën. Kemi fal, Luri e gabuar ndaj Mensa. Shojmë Pacacia në këtë goditje të lirë, vjen Arkimin qendër zonës, largon në mbrojtja Vlonjate dhe provon me shpejtësi aty të dalë Ramirez. Duel mjaft mirë Pacacia, dueli me Sami. Kalimi mjaft i bukur i Maksudit, ndalet nga Marku, goditje e lirë, shojmë nëse do të ketë karton për Henry Markun, me sa duket jo vetëm faul të gjyqtari Silvio Durmishi. Lëviz mjaft mirë Maksudi, arrin të shpëtoj mbulimit të kundërshtarit, por ndalet në mënyrë të parregullt. Do të kemi këtë goditje të lirë në një pozicion të rrezikshëm për të rrekuar drejt zonës nga ana e dyshes Trashi dhe Sami. Do të Lorenz Trashi, vjen Arkimi në qendër, kjo goditje me gol, ja shkon. Edhe një herë tjetër pranë golit, skuadra e flamurtarit, sërish ai që rrezikon është Dimitris. Qendërmbrojtësi grek provon edhe një herë tjetër me kokë, sërish nuk ka shënjestër. Sërish panik në mbrapa vijën e Tiranës, edhe një herë tjetër. Do të shohim këtë krosim dhe goditje me kokë e Dimitris. Vera, topi gjatë për para. Rodriguez provon gjetë Dimitris me sa, mjaft mirë, por fiton topin për një çast Nunez. Pas Sami shkon një shvjerë rregullzuese e topit dhe i takon flamurtarit. Rivele me duar Jose Rodriguez. Trashi, tjetë Trashi. Kalon për para Trashi, vjen Arkimi, mbyllet Leshi, Kleandro Leshi. Goditja dytë nga këndi për Vlonjatët, të cilët nisin dhe bëhen kërkues pas minutës së 10. Provojnë tashmë të organizohen Vlonjatët. Trashi e majta e Lorenz Trashi të gabuar.
Larg Kuadratit, vetëm rivënie fundore për Tafas. Tafas. Topi gjatë. Dimitris. Vega. Trashi vëto për Shafin. Ndërim Leshi, edhe një tjetër I pakalueshëm Leandro Leshi, ndërkohë që Vogli mbron këtë top, fiton në drejt në rivales me duar, ka probleme për Leandro Leshin, se duket ka marrë një goditje që në mbrojtjen e skuadrës së Tiranës, afrohet Silvio Durmishi pranë tij. Nuk ka probleme për Leandro Leshin, vjen në këmbë që në mbrojtësi. Trashi më rrin me kokë. Shohim Mesa, vjen ato Mesa, goditja! Vazhdon aksioni, çfarë shpërdoron Tirana? Alfred Mesa mund kishte shërbyer për Tabeku. Pacacia, kalon mjaft mirë, Pacacia për të vjen me kushtuese topi vjen aksioni. Pacacia, ky top, Soler. Edhe një tjetër Tirana më pas Vera. Nuk arrin të mbajë topo Shafi. Ka fallë të Voglit, goditje e lirë, por Tirana mundësinë e artë për golin e dytë e shpërdoron. Shohim edhe një tjetër, çfarë topi vjedh Alfred Mesa. Nuk shërben për Tabeku, I cili me portën e bozhatisur do ta kishte vetëm një lojë fëmijësh dërgimin e topit në rrjet. Gabon Tirana në një mundësi të artë. Probleme në qendrën e mbrojtjes së flamurtarit. Sa Tabeku provon dalë edhe një tjetër në linjën e majt. Tabeku kjo ndërhyrje vjen aksioni dhe goditja nga këndi e treta për Tiranën. I papërmbajtshëm Tabeku duket se ka gjetur ritmin në këto 2 javë pushim, në këto 2 javë ku skuadra kryeqytetase ka patur mundësi të servitet në urdhrat e teknikut Bordin. Edhe një tjetër Rafael, ai do të arkoj nga këndi. Vjen kërësimi, këtë topi devjuar, largon Nunjes, Tabeku, tjetër top drejt zonës. Kthehet në qendër Mesa. Gabon aty. Marku për një çast e marrin topin lojtarët e flamurtarit dhe provojnë kundërshtunin me shpejtësi. Shohim Ramirez, kërkohet më njëherë ai, por mbyll Vera pas Vogli. Valerianos e dërgon brava tek Tafas, I cili me qetësi për Voglin. Rafael. Gabon pasimi, por Tirana ka sërish kontroll. Soler. Nunjes, Gabon shkakton faull, goditje e lirë për skuadrën kryeqytetase. Nuk ka probleme për kapitenin Soler, I cili ngrihet në këmbë, do tjetë Rafael ai që do të ekzekutojë këtë goditje të tjerë. Kaluar 20 minuta dhe kësaj sfide 1-0 shifrat. Një lojë e mirë nga të dyja skuadrat me raste që nuk ka munguar. Dojmë goli realizuar nga ana Tabeku për skuadrën e Tiranës minutën e 6 dhe avantazhin në ekipit bardhë blu. Më pas flamurtari nisi ty në lojë shfaqje rrezikshëm, sidomos me goditjet standarde ato këndore, ndërsa pak çast më parë Tirana kishte mundësinë e golit të dytë me anë të Alfred Mesa. Trashi tjetër arkim drejt zonës, topi që largohet. Soler. Vogli provon ta ule, bën një gjë të tillë. Vera. Pacacia, Alfred Mesa.
Dura i topi këtu mbrapa, gjithsesi Leshi gjen mjaft mirë Soler, i cili gabon kontrollin e topit. Tjetër gabim edhe nga lojtarët e Flamurtarit, Pacacia. Dhe Pacacia, Alfred Mensah. Ka faull, me nga gabuar Vega. Shumë i lëvizshëm Mensah. Problematik për prapë vjen në skuadrën e Flamurtarit, por i ka munguar finalizimi, ndërsa përfiton në këtë momente Silvio Dyrmishi. Ky faull t'i jap mundësi skuadrave të freskohen në këtë moment kur jemi në gjysmën e pjesës së parë. Ndërkohë e larta thonë që gjyqtari të marrë këtë vendim. Gjithçka gati për rifillimin. Të dy trajnerët si Garcia në njërin krah, ashtu edhe Bordin në krahun tjetër mundohen të japin udhëzimet e tyre në këtë ndalesë lojës për atë që nuk kanë parë. Lojtarët në fushë, të dy trajnerët mundohen të udhëzojnë për të korrigjuar gabimet. Edhe Veronezë në këmbë tek skuadra e Tiranës, ndihmësi Roberto Bordin. Në Tiranë e cila vjen ndryshe sot, paktën në këto minuta të zhvilluara. Rafael Prantopi, dy lojtarë në murin mbrojtës. Dyrmishi këshillon në lojtarët. Qojmë Vera, nuk dele skem. Ka faull, përvoj një skem skuadra e Tiranës, deri diku e lehtësueshme. Por nga mënyra se si lëvizi Vera, është e kuptueshme nga lojtarët e Flamurtarit, të cilët mbyllen mjaft mirë të situatë e provojnë tashmë të organizohen. Jose Rodriguez, Fedorovski, Jose Rodriguez, Dimitres, Vega, Strashi, një Strashi sërish në ndërim vogël, rivën me duar i takon skuadrës së Flamurtarit. E ka prekur jashtë vijave kuvizuese Lorenz Strashi, që kërkon një Roshafin në duelin me Leshin. Mbyll mjaft mirë Leshi, pa faull të gjyqtari. Marku, Vega, mbrapa i top, provohet edhe një presingu. Alskovski, Vera në rivënë me duar. Topi gjatë për para, ndërhyn Soler me kokë. Pasa jo ndërhyrje e Teodorovskit, Jose Rodriguez niset Flamurtarit, çojnë dalin e tyre, Tirana është e vendosur. Shumë shpejt Ramirez, vot ky vertikalizim, Oshafi brenda zonës, Oshafi! Çfarë shpërdoron Aldrin Oshafi? Mundësi mjaft e mirë për skuadrën e Flamurtarit.
gabon gjithçka në goditje, por spektakular. Jose Rodriguez, ai vertikalizim mjaft i mirë i numrit 10. Shohim edhe një tjetër këtu momentin kur Aldrino Shafi nuk gjeti kuadratin e portës. Shohim lëvizjet e mira e më pas goditja që shkoi jashtë kuadratit, një rrezë të mbyllur nga ana e Leshit. Që të flamurtari në historinë e zerave, e lojtarë me eksperiencë, lojtarë cilët janë njohur mirë të kampionatit, që është Telushi apo Erald Marku, dy mesfushorët, cilët nuk kanë preferuar nga tekniku Carlos Garcia. Ndërsa Ememe një nga të spikaturit e sezonit kaluar, por interesant është për të parë dhe emra të tjerë si Bolzan, Alessandro Bolzan, në Shëri, erdhur nga Italia. Tirana ka një sër mungesash, skuadra bardhë e blu, ku përpara nisjes sezonit ishte Edison Kola ai që u dëmtua që në mbrojtjen nga pikat e forta të skuadrës së Tiranës, i cili ka humbur përse gjithë sezonin, ndërkohë që në ndeshjen e parë në atë transfer të ndaj Gylesit ishte pikërisht Dembele, ai që mbajti dashurit në kapitenin e të përballë dhe ai u dëmtua dhe që nga sfidë nuk është në dispozicion të si të trajnerit Mile dhe sfidën pesarëse, por edhe të Bordinit të takim sot. Mungesë e Tiranës vijon të jetë edhe Meta, Eman Meta, një lojtar i cili ka bërë mjaft mirë sezonin e kaluar, por edhe më herët tek skuadra e Tiranës. Ismail është një tjetër mungesë për skuadrën kryeqytetase, ndërsa Paradinho, një nga lojtarët e ardhur në merkatin e verës, ai i cili shënoi në përballjen ndaj Vorës, edhe ai mungon sot për shkak të një problemi fizik. Shoqërohet jashtë vijave kufizuese Jan Soler në shoqërinë e stafit miqësor të skuadrës së Tiranës, ndërkohë që Bordin së bashku me Teknikën Atletik Reci kërkojnë me gul të dinë nëse do t'jetë në gjendje Soler për të vijuar kapiteni i Bajrobluve, ndërsa tifozeria vijon t'jetë kategoria e kësaj sfide. Tabeku në duar për vënjatët. Dimitris. Vega trashi i lirë, sërish pasimi për Dimitris, e gjithë Tirana poshtë linjës së topit. Trajneri provon të qarkullojë në këtë moment, ku kronometri shënon minutën e 30 të sfidës. Ramirez, Teodorovski, edhe një tjetër Dimitris. Sërish topi shkon për Vega, Lorenz Trashi. Provon të kaloj vetë Lorenz Trashi me këtë mushtarë Vogendal në minutë të gabuar. Rridhje për Vënjatën, citon kapiteni. Shkëdëlisht për Nunez, Rodriguez. Edhe një tjetër për ekzekutorët e goditje lirë, topi ka qenë në lëvizje. Tashmë është në vendin e dur, sipas gjyqtarit Silvio Binishi. Remis në vendin e lirë të skuadrës Vënjatës, topi shkon tek Teodorovski në kanë djathtë, lëviz Ramirez për topi. Shumë shpejt Ramirez, mbyll Marku, Tabeku, largon topin nga ajo zonë, ndërsa Soler ka faull në duelin e spanjollëve me Jose Rodriguez, ka faull të Alfred Mesa, goditje lirë për skuadrën e flamurtarit.
si në zonë, vion aksioni, Sami Gësimi goditja me kokë, jashtë përfundon Vega, që të mbrojtësi tjetër edhe i në tim të sulmit nuk gjen kuadratin e portës dhe një tjetër goditje me kokë, treta që provojnë në dyer Dimitris dhe njerë Vega për skuadrën e flamurtarit, asnjëri prej tyre nuk ka arritur të gjejë kuadratin e portës, por janë qendrorët e mbrojtjes ato që provojnë të vinë në ndihmë skuadrës Kuqezi për të shfaqur në anën e tafës, i cili me këtë top gjatë provon gjej kapitenin Soler, nuk arrin ta ulej Rodriguez. Vjen Bera, ka fal ndaj tij me një kohë vonesë ndërhyrje numër 11 Sami. Goditje lirë për skuadrën e Tiranës. Edhe një dhe kjo është momenti i fallit. Marku. Se dërgon topin brapa tek Dimitris, edhe një tjetër flamurtari, Teodorovski, Ramirez. Ndërhyn Tabeku në minutë të parregu, goditje lirë për skuadrën e flamurtarit. Vjen Arkimi Trashit, është i lartë në shtyllën e dytë, Tafas del dhe kontrollon. Pa probleme. Leshi, Vera, Rafael, me njerë kërkohet Vogli që mundësinë e Tiranës, Vogli brenda zonës, Vogli për Mesa, vjen ai grushtim, Tabeku vjen aksioni, Tabeku brenda zonës, Tabeku, goditja, ja shkon Tirana, shpërdoron një mundësi mjaft të mirë, Alskovski, mjaft mirë portieri Maqedonas, arrin të ndërhy duke gërshtuar në këtë moment. Ishte Vogli me atë dalje, kishte gjitha mundësit për shërbyer ndoshta edhe më mirë, por Tirana shpërdoron një tjetër mundësi të ardhë për golin e dytë, ashtu si bëri Mesa minuta më parë. Tashmë nuk interpretojnë mirë këtë moment me anë të Voglit, që nuk shërbeu si duhet në zonë. Gjithsesi, skuadra flamurtarit pas vështirësinë Prapoviku, Tirana po shfaqet vjershëm. Vera, Lërin Trashi me kokë, më pas Soler. Vega, Gabona i Pacacia, ka fazë Vega, goditje lirë, dhe kemi kartonin e parë të verdhë, edhe një tjetër vuan, mbrojtja e flamurtarit. Gabon Vega këtë herë.
jetë pacacia në këtë goditje të lirë për skuadrën e Qytetas, se shohim edhe një tjetër momentin. I bën më shenjë Silvio Dyrmishi që vetëm pas sinjalizimit të tij do të ekzekutohet kjo goditje e lirë. Me gjithë kohën e nevojshme në këtë moment e pacacia, vetëm një lojtar në murin mbrojtjes. Shohim çfarë do të jetë ky moment për skuadrën e Tiranës. Silius i ullët, ai top që deviohet dhe shkon jashtë vijave kufizuese në goditje nga këndi mbi traunë e portës, e katërta goditje nga këndi për skuadrën e Tiranës. Pja kërcimi Pacacias, aty topi goditja, edhe një tjetër, Oshafi, sërish Tirana e rrezikshme, Vera, vion aksioni, she Pacaciasin, por gabon këtë pasim, jashtë vijave kufizuese, rivënie fundore, ndërkohë që protestojnë tek Dyrmishi, diskutohet me kapitenin Soler, diçka kërkojnë lojtarët e Tiranës, e sa duket diskuton edhe me VAR-in Silvio Dyrmishi për atë pretendim të skuadrës së Tiranës. Shohim nëse do të kemi një moment të diskutueshëm. Kujtojmë Emanuela Rusta dhe Eugene Gjaja, VAR dhe AVAR në këtë takim të sotëm. Ky është momenti ku është fituar prekje tokë në dorë nga ana Maksutit, gjithçka e rregullt pas verifikimit të VAR, vion loja. Teodorovski provon të organizohet flamurtari, Ramirez, pas kthehet Rodriguez. Brava dërgon topin. Dimitris. Trashi. Vendosen nga qendra Lorenz Trashi, gjithnjë kapiteni. Maksuti vjen në ndihmë. Brava topi, Dimitris edhe një tjetër për Teodorovskin. Rodriguez, që vullojnë topin Brynjatët. Ka nisur minuta e 40 e sfidës. Vega, Lorenz Trashi. Kanti Vogli, kalon mjaft mirë Trashi, vjen kërcimi i tij. Takon topin, çojnë Teodorovski, goditja! Pran golit, flamurtari me fat Tirana. Teodorovski gjen goditjen, por jo portën. Shohim edhe një tjetër. Ka patur dhe një devijim në numrin 7 Ramirez, por sërish nuk ka shkuar në rrjet topi, ngjitur me shtyllë. Edhe një tjetër mundësia e vlonjavëve. Pran golit barazimit flamurtari, fati nuk është me ta në këto momente. Rivënë fundore, Tafas për të rinisur gjithçka nga prapavia e skuadrës së Tiranës. Tabeku nuk arrin, ka një problem për një nga lojtarët e flamurtarit. Është Dimitris. Kërkojnë ndihmën stafit mjekësor për të ardhur në ndihmë qendrëmbrojtësit Dimitris Hantakias. Ndeshja e fundit me skuadrave ka qenë në 18 korrikun e vitit 2020. Tirana flamurtari për elitën e futbollit shqiptar. Përballëshit mes tyre Muçi dhe Ismail Geci shënonin në fitoren 2-0 të skuadrës së Tiranës, ndërkohë që në 4 marsin e 2020-s Tirana fitonte një tjetër përballje në gollat e Kobina dhe Vrapit. Kërkohë me të njëjtat shifra fitonte në 18 dhjetorin 2019-s Batha dhe Torasa, ndërkohë që në 5 tetorin e vitit 2019 në stadiumin flamurtari gjithçka mbylli në barazim.
Vjen kërcimi i Trashit, Leshi, Rodriguez, më pas Ramirez brenda zonës e djata, tjetër top që devijohet, goditja me kokë, Tafas! Ishte Maksudi i fundit që goditi. Tjetër top, largohet nga lojtarët. Po që flamurtarit pritet të kthehet dhe Valentino Murata, i cili ndoshta nga java e ardhshme mund të jetë i grumulluar me ekipin e flamurtarit. Një tjetër vlerë e shtuar për një tjetër lojtar që e njeh mjaft mirë kampionatin. Goditja nga Këndi, kjo është e treta për skuadrën vëmjate, 4-3 numri goditja nga Këndi, kur jemi në fundin e fraksionit të parë të lojës, minuta 44, luhet në Selman Stermasi, 1-0 shifrat. Shkurtimisht ai pasim, më pas Teodorovski pritet kërcimi i tij, vjen goditja me kokë, Tafas! Çfarë bën? Tafas, shpëtimtari i Tiranës, spektakolar! Fluturon për të larguar atë topa të goditjes të Ramirezit drejt portës. Më në fund shënjestra e Vrenjallëve rregullohet. Por dhe atyre kur shënjestra rregullohet, Tafas është i pakalueshëm. 4-4 numri i goditjeve nga Këndi, të shohim çfarë do të jetë për skuadrën e Tiranës e flamurtarit. Tirana në mbrojtje në këto momente, tjetër goditje me kokë, jashtë Azdrino Shafi, tjetër mundësi. Thuaj se të gjithë duelet e fituara nga lojtarët e flamurtarit në zonën e Tiranës, por vetëm Ramirez i arriti të gjente portën në goditjen me kokë. Shohim shtatlartin në Shafi në vijën e 5 metrave, një mundësi ideale për ta dërguar në rrjet, por gabon, nuk ka koordinim në goditje. Azdrino Shafi. Janë disa momente kur duelet ajrore janë fituar nga lojtarët e flamurtarit, por nuk ka ardhur goditja në kuadrat me përjashtim të pak çasteve më parë kur Ramirez gjeti portën për edhe Tafasin pozicional. Teodorovski e dërgon topin mbrapa tek Igor, bashkoma si ti edhe një tjetër Teodorovski. Shohim se sa minuta shtesë do të ketë në fundin e kësaj pjese të parë. Janë 5 minuta. Kjo edhe për shkak të ndalesës që patën skuadrat në mesin e pjesës parë për të freskuar ky kërcim. Marku! Nuk kuptohet me Tafasin. Gjithsesi portieri bën shpëtimtarin dhe Sasuni kalon krahun tjetër me sa! Çfarë mundësie, një ndeshje të çmendur nga njëri krah në krahun tjetër. Pranë golit, skuadra flamurtarit. Një gabim aty në prapavit Tiranës me Markun e Tafasin që nuk u kuptuan mes tyre. Ndërkohë e ka Tranosi për pak në krahun tjetër. Portieri Igor Alskovski duke i dhënë mundësinë Mensas për të rrezikuar. Por gjithsesi duhet parë edhe një tjetër, Marku nuk kuptohet me Tafasin dhe shohim se ç'bën portieri. Sërish ai Tafas. Edhe pse Tabekuj ka dhënë avantazhin Tiranës, Tafas po bën mjaft mirë deri në këto momente. 2 herë i thirrur në apel, 2 herë në lartësinë e duhur, me veprime me vërtet në ekstrem, në limite. Tafas mban të paprekur portën e skuadrës së Tiranës. Do të rinis me rivën e fundore, minuta e 2 të shtesës. Ishte Mensaj që e preku i fundit topin, ndërsa shohim Durnishi ka komunikuar me VAR-in, por gjithçka ka qenë në rregull në atë aksion. Pretendimet ishin
jo të drejta të lojtarëve të flamurtarit, pasi ishte dukshme shumë larg vijës së portës, vijës fatale, ajo ndërhyrje e Tafasit, ndërkohë këtu shohim faullin në Maksutin me Reshit këtu në godi e tjerë. Dermishi që kanë të menaxhojë edhe këtë fund pjesës parë me disa situata të drejtuara mjaft mirë nga ana e kryesorit nga qyteti i Elbasanit. I vetëm i ndëshkuar është Erik Vega për një faull që edhe Vega vetë nuk protestoi për kartonin e verdh, i bindur edhe me vendimin e gjyqtarit. Topi gjatë, Rim Dimitris, Vogli, provon ta ul, Vogli, Vera, brava dërgon topin tek Marku. Tabeku në duelin me Teodorovskin, ka qenë fitues Tabeku në duelin me të, edhe një tjetër kalon jashtë mirë Tabeku, brenda sotës goditja! Çfarë mundësie për Tiranën! Pranë golit të dy skuadra bardhë dhe blu, Tabeku spektakolar me triblimet, por ndalet nga portieri Igor Alskovski. Shohim edhe një tjetër, dhe këtu Mensa nuk e devion drejt kuadratit. Në vështirësi Trashi, gjithsesi në kontrollin e topit David Nunez. Provon të organizohet flamurtari edhe një tjetër, minuta 4 e shtesës duhet në këto momente. Teodorovski mbrapa tek Dimitris, me njerë për Vega ai. Provon të shfrytëzoj këtë çastet mbetura të pjesës parë, më saktë kohë shtesë skuadra vlonjate. Trashi, Rodriguez, kërkon Ramirez si të krahun e djathtë. Duhet me Valeriano, të kjetë pas Ramirez për Teodorovski. Në kjo Teodorovski, nuk vjen krasimi, Ramirez. E ka topi kontrol, edhe një tjetër Ramirez, në pas Rodriguez, i pas sigur në pasim, gjithsesi arrin ta gjej kapitenin Trashi. E merr sërish ai topin në Jose Rodriguez. Teodorovski, çarkullohet topi nga vlonjatët, ishte Nunez, tashmë është Teodorovski, pritet Arkimi. Topi që deviohet, Tafas kontrollon edhe një tjetër portieri, një tjetër duel të fituar me kundërshtarët. Kërkon Dieso Shafi për atë kontakt mes të dyve. Topi i takon Tafasit në këtë goditje të tjerë. Shohim edhe një tjetër, ky është dueli Shafi Tafas. Nuk fitohet portieri, do shta të përfituar disa sekonda për të drejtuar dhomave të zgjedhjes me avantazhin 1-0. Me Tiranën që ka patur të tjera mundësi për golin e dytë, por edhe për flamurtarin mundësi ka qenë. Nuk shohim tu Trashi, kujdesshëm e dërgon topin mbrapa tek Igor, të nis me njëherë Teodorovskit. Vetëm edhe pak sekonda ka përfundimi 5 minutave të shtesës. Trashi, Maksuti, Trashi, edhe një tjetër Trashi provon krahasimin. Tabeku në ndihmë mbrojtjes dhe ka faull të cilëve Dimishi hezitoi për një çast, por sinjalizoi dhe tashmë në të 60 minuta shtesës skuadra flamurtarit ka një mundësi mjaft të mirë për të rrezikuar portën kundërshtare. Një mundësi mjaft e mirë për bregdetarët me një goditës si Jose Rodriguez, i cili duket se nuk le askënd t'i afrohet topit, është ai që ka vendosur, ndërsa Roberto Bordin së bashku me Veronezen japin udhëzime. Shohim murin mbrojtës, lojtarët shtatlart vendosen, ndërkohë që Pacacias shtrihet. Për të blokuar ndoshta një goditje të ullët lojtarëve të flamurtarit. Shohim Ramirez, Rodriguez dhe Lorenz Trashi. 4 lojtarë në murin mbrojtës bashkë me Pacaciasin, të vendosur poshtë tyre.
vjen sinjalizimi Rodriguez, goditja mbi port shkon. E mbyll këtu Silvio Dyrmishi me këtë goditje të tillë të flamurtarit që shkon jashtë. 1-0 pjesa e parë, Tirana kryeson nga minuta 6 kur Tabeku kaloi në avantazh kryeqytetasit pas një pushimi me sërish bashkë për pjesën e dytë. Pritet sinjalizimi i kryesorit Silvio Dyrmishit për t'i dhënë startin në 45 minutave të dyta që nisi në këto momente me shkelmimin e topit nga skuadra Vlonjate, nuk ka lëvizje në formacionet e respektive, luan tafes në port për Tiranën. Valeriano Leshi, Marku Vera, Rafa Vogli, Soler, Tabeku, Mensa dhe Pazzacia për skuadrën e drejtuar nga tekniku italian Roberto Bordin. Në kan tjetër, Carlos Garcia vjen me Igor Alskovski në port, më pas Teodorovski, Dimitris, Vega dhe Trashi. Vega i ndëshkuar i vetëm me karton verd në pjesën e parë. Rodriguez, Nunez, Ramirez, Sami në mesfush dhe Oshafi me Maksutin ndyshe e sulme. Goditje e lirë për skuadrën në Vlonjate është minuta 46, Lorenz Trashi pran topit, shohim çfarë do të sjellë ky moment për skuadrën mike. Njëse Trashi, Hakimi, Tabeku në ndihmë të mbrojtjes. Më pas Mensa, edhe një tjetër Trashi. Topi në zonë Ramirez, nxjerrja e saj pritet goditja, vonon. Vjon aksioni Rodriguez, Pazzacia e mbyll, më pas Soler. Nuk arrin fitoj duelin e error, Dimitris, Vogli. Largon rrezikun Pazzacia në duelin me Teodorovskin, është një hap përpara mbrojtësi. Gjithsesi Pazzacia vjes në kontroll, ndalet në mënyrë të parregull goditje lirë për skuadrën e Tiranës, pak frimarje. Pas asaj situatë të vështirë në zonën e tyre, Teodorovski planin parë për mbrojtjen e krahut djathtë. Leshi kërkohet Tabeku, ndërhyn Teodorovski, Ramirez, Soler, Alfred Mensa, Rodriguez, Ramirez, e ndjek Vogli. Shumë i shpejt Ramirez, Vogli vjen ta ndjek Ramirez, e ka topin kontroll. Maksuti gabon pasimin. Edhe një tjetër rifiton sërish Maksuti. Trashi pritet arkimin kapitenit. Vonon me të djathën në zonën të gjonë top, ndërhyn Soler. Rodriguez, tjetër top drejt zonës. Largon Marku, më pas të Rafael për Tabeku, ka hapësirën, Bordini kërkon shpejtësi në veprim, Tabeku. Provon të kaloj vetë, shumë i shpejt Tabeku. Shohim se ç'bën Tabeku. Ky pasim për Mensa. Nuk arrin shërbes si duhet për Pazzacia. Çfarë bën Tabeku? Disa metra pas kundërshtarit dhe arrin ta rifitoj topin. Tabeku, ndërsa Teodorovski vjen në vështirësi. Shohim edhe një tjetër. Tabeku nuk vjen kontrollin e topit. I vetëm me duar ka shmend takon skuadrës së flamurtarit. Ka një prapë Ramirez. Teodorovski në rifënim me duar. Për para topit ty. Vërim me kokë aty. Valerianos, në pas Rafa, Tabeku, drejt Mensa se i top, qojnë Vega i pas sigurt Mensa, Pazzacia për Trashi, Soler, brenda zonës, Teodorovski e mbyll, Soler, e ka topin kontroll, ja Soler, Teodorovski nuk i nda, gjithje Soler, vjon bede topin loj, dhe më në fundin i vënë me duar i takon Tiranës, për barë dhe blu topi, Drone të luftuara nga të dy krahët. Top drejt zonës, largohet nga mbrojtja e flamurtarit në pas Vera. E dërgon nga shvija për të rivënë fundore për portierin Igor.
kemi një ndryrje me një kovënës të kapitenin Lorenz Trashi, goditje e lirë për skuadrën e Tiranës. Ka mbetur i dëmtuar Vera. Shohim nëse do duhet ndihmë stafit mjekësor për numrin 2 të Bardhë Bluve. Gjena në tonë në një tjetër rast, shohim topi i fituar. Dhe këtu Trashi apo vetëm këmbët e kundërshtarit. Vetë Vera i që do të krye këtë goditje të lirë. Topi gjatë i Vera. Kërkohet Mensa, ndorin aty Dimitris, Valerianos për Pacacia. Rrin kapiteni Trashi. Edhe një tjetër Valerianos me fallë të Dyrmishit. Nuk është dakord mbrojtësi grek, por duhet të bindet në numrat e Silvio Dyrmishit, kryesorit të kësaj sfide, cili ka treguar eksperiencë në menaxhimin e kësaj përballje të paktën deri në këto momente. Dimitris. Ramirez nuk e merr si duhet. Nunez dukon topin tek Vega, zhvendosur dorë nga majta për vënjatët. Trashi provon tjetër arkim drejt zonës, edhe një tjetër Marku, tjetër dueli fituar Pacacia, Mensa. Në basin topin në lojtarit e Tiranës, Rodriguez provon të ushtrojë presion të shmëf Flamurtari. Trashi mbyllën në një tjetër Bardhë Blu, por nuk arrin dalin nga zona gjithë Tirana, porsinjes së topit. Shohim Rodriguez. Trashi edhe një tjetër, vjellë të mbyllën nga majta. Trashi, arkimi, Tafas, në vështirësi Rafael, Vogli, edhe një tjetër Rafael, ka falë të Ramirez, goditje e lirë, pak frymëmarrje për Bardhë Blu. Në njëherë kërkohet lëvizja e parë. Rimale Gjiu është thirrur nga ana e trajnerëve. Ndoshta diçka nuk po shkon në lojën e skuadrës Bardhë Blu dhe tekniku Bordin së bashku me Rodonezë gati për të bërë lëvizjen e parë. Ndoshta për të forcuar fjallën e djathtë aty ku po operon Trashi së bashku me Sami. Do të preferohet një lojtar i shpejtë si Rimale Gjiu për të kishë ndoshta për mos të juar menove në kundërshtarit. Valerianos, kërkohet Mensa, Ndorin Dimitris, Nunez, Oshafi, Levonta Udze dhe bën një gjë të tillë Ardin Oshafi. Nunez ka shqetësimin e Mensa, dërgon topin tek Rodriguez, provon edhe një tjetër skuadra vrenjate. Maksudi ftohet sërish Lorenz Trashi, edhe një tjetër për Maksudin brenda zonës. Maksudi, ai topi kthyer. Goditja në rrjet, vjen barazimi. Shënon Sami. Tirana pëson golin, Flamurtari barazon rezultatin e 53 minutë. Vuan të Tirana, ndoshta masa që duheshin marrë më shpejt nga ana e teknikut Bordin dhe pikërisht në atë krah ku po sulmonte vazhdimisht skuadra Flamurtari, sërish në atë krah arritën të shfaqin zonë dhe Burard Sami të barazoi rezultatin. Shohim edhe një herë tjetër një penalti thuajse në lëvizje për Burard Sami, i cili gjen golin e barazimit në të 53 minutë. Tabeku. Mensa dili nga pozicioni jashtëlore. Do të fushën lojës Pacacia në vendin do tjetë Rimale Gjiu, ndoshta problemi i cili u evidentua nga trajnerët e skuadrës së Tiranës, por vendimi erdhi pas kësimit golit.
tashmë do të shkoj Tabeku në krahun e djathtë dhe Rimala Xhiu në krahun e majtë. Kjo është lëvizja e Roberto Bordin. Sa këtu trashë nuk vjen kontrolin e topit, të rivjen me duar për Tiranë. Tjetë Vera. Vega. Vera. Vamos kalu vetë Vera, Tabeku, nuk ka falë, vjen loja Tabeku, e mbet topin, ndërim Maksuti, që ndalin e flamurtarit Maksuti, i kodë Ramirez, topi shkon në zonë, del Tafas dhe kontrolon. Nisë me njërë Valerianosin, kërkon t'jap shpejtësi aksionit. Valerianos, ndalin në të paregun nga Ramirez. Marku, Rovon kaloj venda e shafit, Marku gjitha si për Mensa e qoj, Mensa nuk arrin për ka flamër të ngritur pozicionin, aksionin nuk vjen, kemi të pozicionin ashtoje, aksionin nuk vjen, Mensa sërisht nuk arrin të finalizoj, edhe njërë tjetër, i pasak për balë portierit të Igor Alskovski, Alfred Mensa, ndërsa Marku ka mbetur i dëmtuar. Zhurua ndaj Marku, ndërsa pozicioni i Mensa pa rregull. Kjo është festa e të shmëndur e tifozëve bardhë e blu, rona fanat. Nuk arrin të fitoj duelin me Teodorovskin, Tabeku, Ramirez, Rimala Xhiu, Nunez. E dërgon të Rodriguez, do vënd organizuar flamurtari edhe një tjetër nga majta shkon topi. Trashi, vjen kërësimi, ndërim Vera. Lorenz Trashi ka sërish kontrol. Do të kemi goditjen nga këndi e pesta për vlonjatët. Shohim Lorenz Trashi, kapiteni i vlonjatëve, ai që do të arkoj nga këndi. Duelet e fituara nga vlonjatët në pjesën e parë në standarde, këtu ndërin Marku, më pas Rimala Xhiu, vënd mund Trashin, topi shkon brava. Tjetër arkim në njëse drejt zonës, aty ku Mensan në tim të mbrojtës përvon të erkoj Teodorovski, tjetër top që ndalet, Vega kontrolon Tafas, i cili kërkon njësë me shpejtësi të tije dhe kërkon me një Rimala Xhiun. Teodorovski, Trantia Xhiu, dhe lezhje e gëzirës e topi. Nuk arrin Teodorovski, Valerianos për Rafael. Nuk kuptohet Mensa, ndërim Dimitris, Oshafi, Rafael, diçka e rregull nga këtë ndërhyrje. Mensa, e gol topi, Maksuti, ndërim Vera, e gol Rodriguez, gabimit shumë nga lojtarët e të dyja skuadrave, është Tabeku që kontrollon në fund. Vera, shumë dalin ti Vera, kërkon të pasim për Tabeku, mbylli lojtarët e flamurtarit. Nuk arrin Sami. Marku. Dy lëvizje tek skuadra e flamurtarit.
Sa duket tipari që largohet është autori i golit. Largohet Sami, vendin e tij e marr numrin 9 Bolzan. Është William, është numri 24 William Guido. Ndërkohë që lëp fushën duhet do shafi për Bolzan. Dy lëvizje tek skuadra e flamutarit, dy lëvizjet, dy lojtarë të ofensivës. Tafas, Tobi gjatë para, Soler me kokë. Mensa, këton gjetë Tabeku, vjen Vogzi për Tabeku. Tabeku për i larkimi ti vjen shumë i lartë, kërkon Rimala Gjiu. Dueli me Teodorovski, Rimala Gjiu vjen kontrolin topit. Brava tek Valeriano Serbasin. Marku. Mjaft mirë Henry Marku. Agjiu, ky pasim për Mensa, Agjiu e marrë ta mbyllet. Soler, vjen aksioni, Soler. Vjen kërësimi, trashi me kokë. Do vën mbetër përpara Tirana, është Tabeku që mban topin lojë, Vera e mbështet. Tabeku, një pasim për Rafael, brenda zonës Rafael, lëviz mirë. Ndalet më pas. Do vën të dalë William. Maksuti. A mbet topin, e marrin edhe një tjetër lojtarët e Tiranës, ndërkohë që bëhet gati edhe skuadra bardhë blu për lëvizjen e saj të dytë. Do të jetë Fernandes, Victor Fernandes gati për të erdhur në fushën e lojës. Vera. Mensa, e ul për Soler. Shkon topi tek Tabeku. Tabeku, gjithë Tabeku i drejtohet zonës, Tabeku provon kërësimin. Arrin të largoj Dimitris. Më pas Bolzan. Bolzan, ku top i gabuar i ti. Gati lëvizja, Fernandes, shojnë vendin e kujt do të marr. Largohet Mensa, po t'i lën vendin Fernandes. Përduhet rokitjet Mensa, ka vrapuar pa fund, por nuk ka arritur të finalizoj. Vjen kërësimi, largon. Fernandes, sa po futur në fushën e lojës, shojnë Fernandes. Rrezikshëm Fernandes, vjen arkimi, topi që devijohet, shkon në këndore. E pesta dhe për Tiranë goditje nga këndi, 5-5 numri goditjeve nga këndi. I rrezikshëm Fernandes me njerë. Kërësimi, largohet topi edhe një tjetër Rimala Gjiu, tjetër arkim dhe është i ullët Rodriguez. Edhe kanë topin e zhjuar dhe kuvizuese, gati të vizja radhës të skuadra flamutarit, Erald Marku, të tjetër në fushën e lojës, numri 21 i skuadrës zënjate, që se duket ka probleme për Maksutin. Nësa presim e qojnë në vendin e kujt do të marrë Erald Marku. Kjo ndalesë e lojës përfiton Bordin për të dhënë udhëzime për Valerianosin.
Vjen të marrë ndihmën e stafit mjekësor. Maksuti se duke ka pat një problem për të, ndërkohë edhe për Ramirez ka probleme. Shohim Marku vendin e tij të marr. Është më thjesht një lëvizje në sfush nga ana e teknikut Carlos Garcia për të parë dhe kjo lëvizje me një lojtar të rëndësishëm në sfush, por me sa duket do të jetë një lëvizje dyfisht, nuk ka del Maksuti për të vijuar. Shoqërohet jashtë kuvizuese. Spikati në përballjen ndaj skuadrës së Bylisit me 2 golat e realizuar. Lojtari ardhi nga Polonia e Fierit. Do të shohim në këto momente Erald Marku merr vendin e numrit 10 Rodriguez. Ndërkohë që në vend të Maksuti do të jetë numri 14 Evo Ememe. Ka një iritim të tifozëve. Do kemi në këtë rivëllim e duar për skuadrën e Tiranës. Top i Vera. Largoni sa po futur Erald Marku më pas Ememe. Kjo goditje jashtë përfundon Vogli. Atë tentativë nga distanca jashtë kuadratit përfundoi e djasta mes fushorit Vogli. Ndërkohë që Transhi dhe Erald Marku janë 2 lojtarët e vetëm shqiptar në radhët e skuadrës së flamurtarit. Kapitani Teodorovskit kërkohet Bolzan, William në duelin me Rafael, William. Pasim për Erald Marku në majtë e tij ka hapësirën, vjen jashtë kuadratit. Shkëndija e parë nga Erald Marku është smon shquhet për potencën e tij me të majtën e Erald Marku. Provoi më njëherë, por nuk e gjeti kuadratin. Rivëllë fundore për Tavësin ka një ullje të ritmit, ai dëmtimi Maksutit, vënesa e lojës, ndrimet e ullën disi ritmin e lojës. Dimitris fiton duelin ajror me Soler, ka mbetur i dëmtuar Soler në rënje. Nëse duket e ka dëmtuar Dimitris tjetër ndalesë e lojës. Shohim se duhet edhe një tjetër ndërhyrje e stafit miksor. Ka humbur dhe këpucën e tij Jan Soler, kapiteni i Tiranës. Ko momenti që edhe një tjetër të freskohen lojtarët, vjen tim me temperatura të larta në kryeqytet. Në zhvillimin e kësaj përballje regjia nga servir pamje nga tifozëria e pranishme në Selma Sermasi për ndjekur këtë sfidë. Do të rikthehen edhe një tjetër për të rinisur me atë goditje të lirë apo rivënie me duar, nëse duhet të rivënie me duar për skuadrën e Tiranës, nuk u ofertua goditje e lirë nga ana e gjyqtarit Silvio Dyrmishi. Jan Soler nuk ka probleme, kapiteni i skuadrës së Tiranës zvijoi tjetë në fushën e lojës. Valerianos në rivënie me duar.
Kërkohet Tabeku, Haxhiu. Drejt Fernandez, por mbyll aty Teodorovski në pas Marku, fiton duelin ajror është Leshi. Leandro Leshi. Edhe një tjetër ai Vera. Provon presingun Bolzan, Vera me këtë top gjatë drejt Fernandez, shumë i shpejt. Duelin me Lorenz Trashi, Fernandez. Mbyll mjaft mirë Trashi. Shoqëron topin në zgjedhje kryqëzuese, rivënie me duar. Marku. Top i gjatë drejt Ememe. Të vën kontrol Ememe, Rimal Haxhiu. Jan Soler. Ka faull në ti goditje lirë. Vera. Tabeku në pozicionin e shloje. Top i gjatë. Trashi. Vjen kërësimi, Bolzan, përvon ta ullë, Lorin Marku, Rafael. Nunez. Rad Marku. Trashi edhe një tjetër në linjën e majt. Sërish për Marku. Dimitris, Vega. Po të shkon të Lorenz Trashi edhe një nga majta. Ballti vogli Trashi, arrin kalon mjaft mirë që këtë Trashi, vjen kërësimi. Ryn Soler më pas kjo mundësi Ememe. Brenda zonës Ememe. Latë top për Teodorovski, ka fande Rimal Haxhiu, goditje lirë. E ko që flamurtari vion tjeti rrezikshëm me Lorenz Trashi. Pa përmbajtshëm në krahun e majt, thuajse çdo kërësim sjell panik për prapavijën e Tiranës nga ana e kapitenit të flamurtarit. Rafael. Ryn Teodorovski. Ramirez e Vera, jashtë vjera kryqëzuese topi, rivënie me duar. Ato që e kemi karton verdh për Ramirez. Ato shtyre ndaj Vera. Kartoni dytë i verdh. Pas Vegas është Ramirez, lojtarët e mëshkuar janë të dy të skuadrës së flamurtarit. Minuta 75. Ryn Vera. Trashi. Marku. Edhe tjetër Trashi, sërish për Erad Marku, në pritet Arkimi, vjeni Markut, edhe një tjetër Leshi, sërish Trashi. Dhe vënd të shkoj drejt fundores, Lorenz Trashi, tjetër Arkim, edhe një tjetër, Kleandro Leshi, vendimtar Leshi, pa kalueshëm, tjetër duel ajror i fituar, dy njëri pas tjetri nga ana Kleandro Leshit.
Ndërkohë që flamurtari vijon ta ketë përqendruar lojën në linjën e saj të majt, aty ku Lorenz Strashi po provon të sjellë rrezik të vazhdueshëm për prapa vijën e Tiranës. Edhe një tjetër topi shkon tek ai. Nunez. Marku gabon, nuk kuptohet me William. Dalin Rodriguez ka humbur disi mes fusha e skuadrës së flamurtarit në Cici, ndërkohë që Rafael kërkon Tabekun në Vega mbyll. Mban brenda vjerëve të vizuese. Nunez. Gjen mjaft mirë Bolzan. Pret shokët e skuadrës e dëgon topin mbrapa tek Teodorovski. Edhe një tjetër Nunez. Ramirez. Sërish për Trashin. Këtë herë topi për Ramirez, krosimi! Largon Marku, edhe një tjetër. E rrezikshme skuadra e flamurtarit. Me topat e ardhur nga linja e majt, aty ku Trashi shfaqet sërish rrezikshëm. Harkime të pafundme nga ana e Lorenz Trashit. Këtë herë shohim topin e servitur për Ramirezin. Nunez. Marku edhe një tjetër për kapitenin, hapësira e Harkimit. Vjen në qendër të zonës, Bolzan nuk arrin mbetet aty topi. Nuk largohet nga lojtarët e Tiranës. Soler ka faull, goditje e lirë. Goditje e lirë për skuadrën e Tiranës, vuajnë bardhë dhe blut. Ndërkohë që flamurtari me të njëjtën melodi, me të njëjtën mënyrë, me topat që zhvendosen në krahun e majt, Harkime në zonë, aty ku nuk po arrin Bolzan apo pjesa tjetër e skuadrës, godas drejt portës. Shohim edhe një tjetër mundësinë. Këtu është momenti i faullit nga ana e Bolzan. Që përse për këtë statistikave të deri tanishme ka një kontroll më të lehtë skuadra flamurtarit, 52 me 48%, 3 me 3 goditje në kuadrat, 11 me 4, ato jashtë kuadratit, 7 me 14, totali goditjeve nga të dy skuadrat, 14 për flamurtarin dhe 7 për Tiranën. 5 me 5 në goditjeve nga këndi. Shtymet të rrezikshme janë të barabarta, 20 për skuadrën e Tiranës dhe 21 për atë të flamurtarit deri në këtë momente. Shtymet të rrezikshme, pasi në total janë më shumë. Janë disa nga statistikat e kësaj përballje mes të dy skuadrave. Një lojë dhe statistikat që tregojnë për një lojë deri diku të barabartë me një përsit të lehtë të thoshat flamurtarit, sidomos në pjesën e dytë ku arriti gjendje dhe gol në barazim. Duke shoh të kujdesim të Tiranës, Tabeku shumë i shpejt, Tabeku nuk ka faull, ajo ndërhyrje Dimitris. Greku, vendimtar, nuk ka lejuar Tabekun. Ka një parë për mbrojtësin grek Dimitris. Kjo rivende me duar tashmë për Tiranën, ku kronometri shënon fundin e minutës së 80 dhe 10 minuta të mbetura nga përfundimi i kohës rregullt pa llogaritur kohën shtesë. Top në zonë, devijohet në lojtarët e flamurtarit dhe shkon në goditje nga këndi. E 6 për skuadrën e Tiranës, 6 me 5 në goditje nga këndi. Më njëri Malaxiu paraqitet për të harkuar topin drejt zonës.
Vjen Arklimi Rimala Gjiu në qendër zonës, largon William më pas, Fernandes, Tabeku e djasta, qendrore, Igor Alskovski, kontrollon portieri të djastën e Tabeku. William me vështirësi arrin të kontrollojë edhe një tjetër William, ndjek Rafael William, Radmarku. Sërish William nuk ka kontroll të mirë topit William. Po mbet për një çast por e fitoi sërish lojtarët e flamurtarin, ndërsa Vera arrin të fitojë të duel me Trashë, riveton e tyre për skuadrën e flamurtarit. Ky është mendimi i gjyqtarëve. Shojnë Bolzan brenda zonës, largon Leshi. Todorovski, vjen krasimi. Ka faul. Tjetër ndalesë e lojës, William Gabon, goditje e lirë për skuadrën e Tiranës, tjetër ndërprerje. Kur kronometri shënon minutën e 83, ndërsa ka nervozizëm mes lojtarëve, shkohet Tafas me karton të verdh. Shkohet portieri Tafa me kartonin e verdh. Shumë në tjetër, ky është momenti. Do tek Tirana bëhen gati për një tjetër lëvizje. Tafa me të top gjatë. Dorin Dimitris. Emene. Andorin Valeriano, se rivene me duar për flamurtarin. Ajrullah Tola bëhet gati për vetëm në fushën e lojës. Todorovski dërgon topin mbrapa tek Dimitris. Dimitris, Vega, Tola do të marrë vendin e Voglit, në ndrim në mesfush, Trashi, Vega, shkohet topin nga Emene, Rin Valerianos me kokë, Fernandes nuk e mbrin topin, jashtë vjerë kurrëzuese, gati lëvizja, Vogli lë këtu ndeshjen dhe në vendin e tij është Tola. Vega, topi gjatë, ndërin Valerianos, më pas Fernandes, në duel me Teodorovski, shumë shpejt është Fernandes, por Teodorovski e mbyll. William del jashtë vijave kryqëzuese bashkë me topin, ndërkohë që niset Fernandes. E mbyll mjaft mirë Nunez, Teodorovski. Edhe një tjetër fitohet topin nga lojtarët bardhë dhe blu, Tola, Rafael. E topi kthyer pas për Markun. Marku rrezikon me të mbajtje gjithsesi Marku. Del mjaft mirë Fernandes. Tola, Fernandes, Valerianos. Dalin mjaft mirë lojtarët e Tiranës. Shohim hapësirën që ka Vera. I virës dhe Rimala Gjiu me një shkon topit e ka ija Gjiu për Tabeku. Në duel shpesie me Vega. Vega kthen mbrapa Igor. Arrin të largoj mjaft mirë portieri, ndërkohë që Ramirez e Vera ndërin me kokë Ramirez. Leshi, gjen sakt Tolën.
Shkot topi prekur në dorë nga Ana Bolzani, në ndërhyrje me Ndin Vishtari, vjen loja Marku, ndërhyn Soler me faull kot. Nuk është dakord as Bordin, por vendimi ky është i kryesorit Silve Durmishi. Nisin me shpejtësi lojën vlonjatët. Nunez kërkon shok clear, Nunez gabon pasimi, Leshi ndërhyn, por e dërgon topin në gjysmë fushën kundërshtare, aty ku del dhe kontrollon portieri Igor. Vega Trashi, pritet Arkimi, tjetër kërësim në shtyllën e dytë, del Tafas. Sërish e rrezikshme. Skuadra e flamurtarit edhe një tjetër me kërësimin dhe ardhur nga majta me kokë që këtu e me gabota të ndërhyrje. Ndërsa William e tepron. Tafas i kërkon Valeriani që shtu për para. Me sa duket, Durmishi nuk e falë më, i tregon kartonin e verdhë Batten William. Ka probleme me sa duket për Lorenz Trashin. Arkimin e tij të pafund, sidomos në këtë pjesë të dytë, i rrezikshëm edhe ai pak çaste më parë kur i desh Tafas i linte portën për të gjushtuar. Shojmë problemin që ka numër 7 Ramirez. Është i është vjeve kuvizuese së bashku me Trashin. Topi gjatë Tafas një është vjeve kuvizuese, rikthehen fushën e lojës të Trashi dhe Ramirez, duhet dilin të dy jashtë, ndërkohë që flamurtari bëhet gati për lëvizjen e radhës. Skuadrone do të jetë në fushën e lojës, ndërkohë që Valeriani ka drejtën e rivendës me duar. Minuta 90 luhet, Tabe kundër në kokë, ka faull të gjyqtarit Durmishi. Ka dhe nervozizëm mes Dimitris dhe Tabe ku. Nisin me shpejtësi vlonjatët, ende nuk është kryer ndrimi, skuadroni është jashtë vijave të vizhuar, që në vendin e fundit marrë tek skuadra vlonjate, kërkohet e Meme, mbyll Valerianos, Tola me kokë, drejt Tabeku. Faulli është në favor të Tiranës, nuk janë dakord tek flamurtari, por faulli është në favor të Tiranës. Ajo ndërhyrje në një kohë vonesë ka qenë e Nunez.
shohim skuadrone. Do të marrë vendin e Teodorosit. Skuadrone në vend të Teodorosit. Shohim janë 6 minuta shtesë. 6 minuta shtesë. Të akorduara. Në fundin e kësaj sfide. 6 minuta për të parë, kur e para kaluar gjysmën e saj Marku. Topi gjatë, Kodi Malaxhiu. Ideja ishte mirë, por jo saktësia në pasim. Igor, duke se diçka po shkon drejt një barazimi 1-1, edhe pse mbetet shtesa për të zhvilluar e gjitha. Shohim se do të kemi fazë tjetër të kësaj sfide. Trashi në Vera me kokën pas Tola. Soler Elon Jasmir Soler i vjen ndihmë Malaxhiu për të shtopi. Tola Jasmir Arullah Tola ndalet në mënyrë të parregull nga Meme. Goditje e libër skuadrën e Tiranës. Brava dërgon tek Vleshi. E njerë për Markunej. 2 minuta 2 të kohës shtesë. Valerianos. Në vend që vendoset drejt qendrës Greku. Gjen edhe një tjetër Kleandro Leshi. Avancon vetë Kleandro Leshi. Vera. Marku. Dal vetë gjithim Marku. Tola. Gabon në pasimin për Fernandez. Ideja ishte mirë, por jo saktësia. Skuadrone me njerë të Dimitris. Më pas është Veiga. Dhe vënd tashmë të organizohet skuadra flamurtare me qarkullimin e topit. Trashi. Dërim për Luçan Sagjiu, gjithjet Trashi, avancon vetë. Në mban topin. Lorenz Trashi, ndërrim këtu Vera. Malaxhiu, ka një përplasje kokë në kokë me Lorenz Trashi. Dhe me një kërkohen stafet mjekësore, ka qenë një përplasje kokë në kokë, shpresojmë të mos kenë probleme të dy lojtarë si Lorenz Trashi. Ashtu edhe Malaxhiu në atë përplasje mes tyre. Një ndales tjetër të lojës. Topi Markut, ndërrim në Tabeku. Edhe një tjetër me kokë Tabeku. Igor e dërgon tek skuadrone. Dërgon iniciativa nga skuadrone edhe pse është i freskët. Veiga, minuta 5 e shtesës. Shohim sa do të lejojë Dyrmishi të luajnë. Kujtojmë 6 janë akorduar nga ana e gjyqtarëve. Rafael Fernandez. Tola. Nga Meme me faul ndalet, se protestojnë tek skuadra flamurtare. Protestojnë për faulin. Valerianos. Marku. Vera. Vera është vendosur drejt qendrës. Vera. Marku. Valerianos.
Fernandez. Gjithë Fernandez, avancon Fernandez shkon drejt fundores, vjen krosimi, Tabeku! Ndërryn! Spektakular, Igor Alskovski i përgjigjet. Mjaft mirë Tabeku, ndërkohë që Fernandez edhe një tjetër skuadrone e mbyll. Shohim, kam betur i dëmtuar. Igor. Shohim një tjetër krosimin. Edhe një tjetër ai krosim dhe goditja me kokë Tabeku ndan nga Igor. Shohim tërë në vendin e duar, luhet minuta 7. Valerianos me topin zonë, reagon Dimitris, Tola provon goditjen. Ndalën nga kundërshtarët, goditje e lirë për skuadrën e flamurtarit, plani parë për Bolzan. Nuk është si tregoj gjë për minutat që aktivizua Bolzan. Topi gjatë, Igor Valerianos e meme. Topi del jashtë vjerë kuvizuese, rivendin fundore. E takon portieri Tafa, që provon nxitoj edhe një herë Tafa. Svikati, sidomos në 45 minutat e para, me ndërhyrje vendimtare Marku. Në këtë top gjatë drejt Tabeku, Rin Dimitris. Tola, e dojnë me Ramirez. E mbyll tu Silvio Dyrmishi pas 7 minutash e 45 sekonda të luajtura në kohën shtesë këtë duel mes Tiranës dhe Flamurtarit, një përballje që nuk njeh fitues.